u penalizua nga gjitha subjektet politike në përjashtim të disa subjektet vogla të pakicave. Andaj, elementi i tij tani është i lexuar sepse nuk është në gjendje të kopjojë presidentin historik Ibrahim Rugova, i cili me 48% ose 50% kryeministrin ja kaloi kemi subjektit me 6% vetëm për interesa nacionale shtetërore dhe shtet ndërtuese të shtetit të Kosovës. Andaj u lexua përfundimisht se zoti Kurti nuk është ai bunduzheri ta quaj që i shtyn politikat nacionale dhe strategjike për zhvillimin e Kosovës më tutje. Andaj roli i tij dhe roli i opozitës, në veçanti tani kemi një situatë tjetër të krijuar në Kuvendin e Kosovës. Unë mendoj që do të kemi kryeministër të ri. Nuk do të kemi zgjedhje realisht në Kosovë, për shkak se opozita i ka numrat për të bërë qeverinë e re, sepse nuk i kemi akomodimin që Kosova të bëjë shpenzime miliona euro për shkojnë në zgjedhje prapë. Ashtu siç e proklamoi edhe kryeministri në detyrë. Shkojmë këtë vit zgjedhje në vitin e tjetër zgjedhje, nuk i kemi akomodimin dhe nuk kemi rrethana gjeostrategjike që për të kojnë Kosovën të kemi kësi avanturieri ta quaj zotin Kurti politik, një farë lloj avanturieri politik dhe një farë byrokrati ta quaj